Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është shtunë dhe jemi në javën e tretë të kohës së kreshmeve, kurse psalmet i marrim nga java e tretë e psalterit. O hymë e janë ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Tash më Krisht ndjell drejtësie, të qahet errësira e mendjes, të kthej drita virtytshme që mbi tokë për trinditën. Duke dhënë kohën e duhur, jepi zemrës stipendimin, pasi mirësia jote i dhuron edhe mëshirimin. Një farë pendesë se jepna, të durojmë për zbutje fajesh, sado që janë të mëdhaja, më madhe është mëshira jote. Po afrohet dita jote, me të cilën ndrit çdo gjë, me hirin tënd hynor të gëzohemi të përtrirë. Ty gjithësia e sendeve të adhuroft, trini e mëshirshme, të përtrirë me anë të faljes, të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë. Ti afër o Zot, besnike janë të gjitha urdhërimet e tua. Psalmi 119. Premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Dashuria ndaj hyjit është kjo, që ne t'i zbatojmë urdhërimet e tija. E gjejmë tek Gjoni Ungjilltar, kapitulli 5:3. Me gjithë zemër të thëras o Zot më dëgjo, dhe do t'i mbaj urdhërimet e tua. Klitha drejt teje më shpëto, që t'i ruaj dëshmitë e tua. Para agimit zgjohem me të thëras në ndim, shpresoj në fjalën tënde. Sytë e mi zgjohen para rojes së natës, për të përsiatur fjalët e tua. Ma dëgjo zërin sipas mëshirës sate o Zot, e bëj të jetoj sipas gjyqit tënd. U afruan ata që më salvon dje keqas, janë larg nga ligji yt. Por ti o Zot je afër, besnike janë të gjitha urdhërimet e tua. Që moti di për urdhërimet e tua, se i themelove për amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. ti je afër o Zot, besnike janë të gjitha urdhërimet e tua. Antifona 2. Qoft me mua o Zot urtia jote, ajo më ndihmoft në vështirësitë të mia. Kënga nga libri i Urtis, kapitulli 9. O Zot, më jep urtin. O hyj jetërve të mi dhe Zoti i mëshirës, Ti që me anë të fjalës sate krijove rruzullin, që njeriu e krijove me anë të urtisë sate, për të sunduar krijesat që ti i përftove, për ta drejtuar botën me shenjtëri e drejtësi. dhe për të gjykuar gjyqin me shpirt të drejtë, Ma jep urtin që rinëfron pranë teje, dhe mos më përjashton nga numri i fëmijëve të tu. sepse jam shërbëtori yt, biri i sklavës sate, njëri i vogël e jetë shkurtër, I paaft për të kuptuar gjyq e ligj, sepse edhe po t'u gjente ndër bijtë e njerëzve ndokush i përsosur, por në qoftë se i mungon urtia jote, do të vlerësohej për asgjë, me ty është urtia që njeh veprat e tua, që ishte pranë edhe atëherë kur e krijove rruzullin, dhe dinte çfarë është e pëlqyeshme në sytë e tu. dhe çfarë është e drejtë në urdhërimet e tua. Dëgjoje prej qejve të tu të shenjtë, Çoje prej selisë së madhërisë sate, që të jetë me mua e të mundohet krah për krah me mua, që të di çka është e pëlqyeshme para teje, sepse ajo di dhe gjithçka kupton, të më përcjell me maturinë e veprat e mia. e të më mbroj me lavdinë e vet, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. qoft me mua o Zot urtia jote, ajo më ndihmoft në vështirësitë e mia. Antifona 3.
Besnikëria e Zotit qëndron për amshim. Psalmi 117. Grishe për të lavdëruar Zotin për dashurinë e tij. Lavdërojeni Zotin o kombe të gjitha, madhërojeni së bashku o popuj të gjithë. Sepse e madhe është dashuria e tij ndaj nesh, besnikëria e Zotit qëndron për amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. besnikëria e Zotit qëndron për amshim. Leximi i shkurtër marrë nga libri i Jeremis profet kapitulli 7 rreshtat 1 deri 4. Fjala e Zotit që i që drejtuar Jeremis qëndron para derës së shtëpisë së Zotit, shpalle aty këtë fjalë thuaj: Dëgjojeni fjalën e Zotit të gjithë ju o judejnë, që hyni në për këtë derë për të adhuruar Zotin. Kështu thot Zoti i ushtrive, hyi i Izraelit: Përmirësoni udhët tuaja dhe veprat tuaja, e do t'ju amundësoj të banoni në këtë vend. Mos shpresoni në fjalët e rreme, tempulli i Zotit, tempulli i Zotit, tempulli i Zotit. Përgjigje e shkurtër. Jo ai që thot o Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiellit. Jo ai që thot o Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiellit, Por ai që kryen vullnetin e Atit tim, do të hyjë në mbretërinë e qiellit. lavdiatit e Birit të Shpirtit Shenjtë, Jo ai që thot o Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiellit. Kënga ungjillore e Benediktus. Antifona. Në fund të tempullit me sy të ulur poshtë, ta gramledhsi rrite krarorin e vet të thoshte: O hy, ki mëshirë për mua mëkatarin. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, Mesia dhe paralemrusi i tij. Qoftë bekuar Zoti hyi i Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej ermiqvetan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shetëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shëndëritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapa tanë në udhën e paqes, Lavdiatit e Birit të Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. në fund të tempullit, me sy të ulur poshtë, ta grambledhsi rrite krarorin e vet e thoshte: O hy, ki mëshirë për mua mëkatarin. Lutjet e besimtarve. Jezu Krishti Zot, për t'i bërë njerëzit krijesa të reja, ka përgatitur tryezën e trupit dhe të fjalës së vet. Atin, hyin ton, ta lavdërojmë dhe me lutje t'i drejtohemi. O hy, na përtri po të lutemi me hirin tënd. O Jezu Krisht, zemërbute i përvujt, bëj që dhe ne të bëhemi të mëshirshëm, të butë dhe të përvuajtur, dhe me të gjithë të mund të jemi të durueshëm. O hy, na përtri po të lutemi me hirin tënd. Na mëso që vërtet të mund të jemi të afërt me të gjithë ata që janë në mjerim, në vështirësi ose të shtrënguar nga pikëllimi, dhe kështu të ndjekim ty, Samaritanin e mirë. O hy, na përtri po të lutemi me hirin tënd. Zoja bekuar, Virgja Mari, nëna jote,
le të ndërmjetësoj për rregulltare që shugurimin me të cilin të janë kushtuar ty në kishën tënde ta kultivojnë sa më mirë. O hy, na përtri po të lutemi me hirin tënd. Na jep dhuratën e mëshirës sate dhe na i fal mëkatet dhe dënimet që i kemi merituar. O hy, na përtri po të lutemi me hirin tënd. Atyn që je në qiell, u shenjë troftë e emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, duke kremtuar me gëzim liturgjinë e këtyre kreshmeve. Po të lutemi o Zot, Ati ynë, që të përshkuar me misteret të Pashkëve, t'i gëzojmë plotësisht frytet e tyre, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton në mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheqt në jetën e pasosur. Amen.